Dhe ki këshyre që ka thot, që është vepër penale, vetëm ngonin. Nëse arrim organizim të duhur, ashtu që Zoti ka kërku nga besimtarët, ju e dini që ka kërkon Zoti nga besimtarët kur janë në luftë, jo vetëm frenojmë aktivitetet anti-islame të vagabëndëve, vagabëndi quheshin aktivistat e parë të rekonkuistës në Sponjë, që kanë provoku muslimanët që ja kanë djekë shtëpiat ose i kanë rrënë në rrugë, janë quajtur vagabënd, kështu i quhen Simon Vizentali, vagabënd. Pasha një zot. Ordëroni, incizoni, nëse e gjeni që në Sponjë kanë sundu muslimanët, nuk flasmo. Nëse e gjeni dykon që shkru histori që muslimanët e kanë sundu Sponjë, unë nuk flasmo. Kja pështet që flet? Ki flet si musliman i shekullit 21 të vitit 2025, flet për vagabondat më të mëdha që kanë dalë këto 25 vjet pas shtërimit, janë vagabondat që lidhen me organizimin e hoxhallarëve. Ma gjeni një shqiptar besimit ateist, besimit budist, besimit katolik, besimit ortodoks që ka bon ajdam. Gjene një rast. Gjene një rast, nuk ko. Ki topin e keq që kon terenin e vetë, to me hudh tjetër kon nuk mba. Qka ka posë në Sponjë? Janë kon arabt. Të arabizuarit, të asimiluarit që e kanë sundu. Dinastia Emevite kanë sundu një pjesë bukur të madhe të Sponjës. Dhe kanë dhonë kultur, liberalizim, krejt, po asë njoni prej tyre nuk është quajt kalifat i shtetit islam. Nëse e gjeni, unë nuk flasë mo. Ka pas, për shemë në gjuhën e arabisht fërzve, Adalatul Amawiyya fil Andalus, shteti Emevit Umayyad i Andalusit, titulli sundimtarit nuk ka qenë sultan, po ka qenë emir. Kemi kalifati Kordobës, Khilafetul Amawiyya fil Andalus, kalifati Emevitëve në Umayyad, titulli sundimtarit ka qenë kalif. Kemi shtetin e Taif, mbretërit e Taifave, i pari ka qenë melek si titull, pastaj edhe emir e kanë përdorë, e kështu me radhë, kemi edhe Dawlatul Muwahhidin, kjo shteti atyre që besojnë Zotin një. Po s'ka pos islam, s'ka pos musliman, o më dha milazim, ka do me rajt. Ato të shkrejt atje në Kosovë, që shkojnë xhami, që i mbëth përpjet, ato i mashtron shumë lek.